Të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik tregojnë se deri më tani janë regjistruar 188 raste me grip, që paraqet një rritje prej 77% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe 36% më shumë se mesatarja e 14 sezonave të fundit. Numri më i madh i të sëmurëve është në Gostivar, ku deri tani janë raportuar 79 raste, ndërsa incidenca më e lartë është regjistruar në Makedonski Brod. Instituti konfirmon gjithashtu se deri më tani janë evidentuar 2 persona të vdekur, rastet e të cilëve lidhen me gripin. Paralelisht, me rritjen e numrit të përgjithshëm që nga fillimi i sezonit, tashmë vërehet një përhapje më e shpejtë dhe në nivel javor. Në periudhën nga 13 deri më 19 tetor janë raportuar 83 raste të sëmundjeve të ngjashme me gripin, që paraqet një rritje prej 66% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe 5% më shumë se javën paraprake. Aktualisht, më të prekur janë Gostivari dhe Tetova me nga 30 dhe 12 raste të reja brenda asaj jave, ndërsa pasojnë Kumanova, Prilepi, Makedonski Brod, Strumica, Negotina dhe Radovishi. ISHP sqaron se shumica e rasteve të raportuara janë persona të moshës nga 15 deri në 64 vjeç, gjë që sipas epidemiologëve është e pritshme, pasi kjo grup mosh është më aktive dhe më shpesh në kontakt me njerëzit të tjerë. Megjithatë, incidenca ende është në nivel ndërsezonal, 4.5 të sëmur për 100.000 banor, që do të thotë se sezoni i gripit ende nuk është shpallur zyrtarisht, por rritja është një sinjal i qartë se virusi ka filluar të qarkullojë në mënyrë aktive. Autoritetet shëndetësore theksojnë se parandalimi fillon me vaksinën. Ministria e Shëndetësisë për sezonin 2025-2026 ka siguruar rreth 80.000 doza të vaksinës 4 valente për grupet e rrezikuara, persona mbi 65 vjeç, të sëmur kronik, gra, shtatzëna, fëmijë nga 6 muaj deri në 5 vjeç dhe punonjës shëndetësor. Këto vaksina po shpërndahen përmes qendrave të shëndetit publik dhe përmes regjistrimit elektronik. Deri në mesin e tetorit janë vaksinuar 13.273 persona nga kategoritë prioritare, ndërsa për qytetarët nuk bëjnë pjesë në grupet e rrezikuara janë siguruar edhe 2.400 doza komerciale shtesë. Vetëm në ditët e para të fushatës së imunizimit, 10 mijëra qytetar kanë caktuar termine për vaksinim, gjë që autoritetet shëndetësore e interpretojnë si rritje të vetdijes pas përvojës me pandeminë.